Sot kena një ditë jashtëzakonisht të mirë për Luginën e Preshevës. Nga konferenca e kaluar ku shumica për ju keni qenë në atë konferencë, nga konferenca ka ndalë disa konkluzione, një ndër to ka dalën për zhvillimin e bujqësisë, dhe ne me Departamentin e Bujqësisë brenda strukturës të Unionit kena analizu gjitha gjërat. Nuk mund të bëjmë zhvillimin e bujqësisë po mos të kishmi një pikë grumbulluese ku ban grumbullimin e produkteve dhe mandej eksportin për të vendet e caktuara. Falë miqve tonë, falë rrjetit bizneseve në diasporë, ku ne kena arritën të kontaktojmë me disa distributer, ku jemi përcaktuar për disa produkte. Andaj me shpejtësi kena fillu me projektin pikën e grumbulluese. Ne kena projektu pikën grumbulluese në agjencinë këtu, gjithsej një pikë grumbulluese në mallësi prej 500 metra katror, na ka dalë dikund 720 mjera, dhe me bizneset e këtujt në Lugin, jena konsultu krejt. Biznesmeni Albin e Temi na ka dhënë një propozim dhe një mundësi, sepse pika grumbulluese ishte projektuar prej 500 metra katror, ku do të rregullohet aty gjitha kushtet të cilët i kërkon projekti për temperaturat ndryshme. Ne sot jena në këtë objekt që e patë edhe vetë. Ky objekt posedon gjithsej 1600 metra katror vetëm halle, mandej i kena edhe 4000 metra katror edhe tokë, dhe jena pikrisht në magjistralën Xhadia e vjetër që i thojmë ne. Projekti ka kushtet të gjitha objekti ka kushtet të gjitha që kërkohen nga projekti, ka trafën e rrymës, kanalizimin, dhe ne kena arritën do të thotë një pikë grumbulluese prej mallësisë 1600 metra katror dhe me troll 4000 metra katror për të njëjtin çmim 720 mjera. Do të thotë objektin e kena, kjo është objekti jonë, dhe mbetet tash brenda 2016 që të rregullohet brenda gjitha që të plotësojmë kushtet për me filluar konkretisht me bën klasifikimin e produkteve dhe krejt për mi përgatit për vendet e dedikume për ku edhe i kena distributerët tonë. Unë i falenderoj gjithëve. Krenaria e veçantë tash se këtu, në këtë ditë gëzueshme, pithojmë vërin e Gurthemelit, kena pjesëmarrës nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, nga Shqipëria dhe nga e gjithë diaspora. Kjo është kënaqësia jonë, kjo është ajo që na ka bërë neve të jemi të suksesshëm, sepse vetë ne nuk mundem pa juve, definitivisht, dhe faleminderit të gjithëve. Sot është një ditë shumë e veçantë për neve, për shkak se nuk po vendoset thjesht në mënyrë simbolike një Gurthemel, po vendoset një Gurthemel i një vizioni që i ka mungu Luginës. Kjo pikë grumbulluese, hambari Luginës që i kanë quajtën me shumë drejt, është diçka që do t'i mundsoj bujqve tanë të trajtojnë siç e meritojnë, dhe produktet e tyre nëse ruhen këto, atëherë do të ketë mundësi që ato të vlerësohen nga vlerësit dhe konsumuesit në të ardhmen. Ne si komunë jemi të gatshëm që ta ndihmojmë këtë projekt, të bashkëpunojmë dhe ta zhvillojmë. Bujqësia në Luginë Preshevës nuk është aq e zhvilluar, ndoshta një prej fajtorëve që nuk është e zhvilluar ka qenë që i ka mungu edhe kjo pikë grumbulluese. Edhe i përgëzoj organizatorët për këtë iniciativë dhe besoj se së bashku do të arrijmë që ta zhvillojmë edhe bujqësinë në Luginë Preshevës. Faleminderit edhe një herë gjithëve dhe urime. Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në ditë shumë të veçantë për këtë Luginën. Për mua është një ditë shumë e veçantë sepse kam kënaqësinë shumë të madhe sot në këtë pikë grumbulluese ku të gjithë bujqët do ta kenë mundësinë për plasmanin e produkteve të tyre. Unë do mundohem këtë objekt shumë shpejt ta rregulloj dhe ta futemi në fuqi, ku bujqët tanë të sjellin produktet e veta sa më shpejt. Një falënderim të veçantë kisha bëhe zotit Gjelalit, i cili me të vërtet jeton në një vend ku kejtë kemi ondër me jetu, po këtë gjithmonë ka shpreh interesim për me ndihmue Luginës e gjithëve shqiptarëve.
Unë nuk dua ta zgjas më shumë, uroj që pika grumbulluese Hambari i Loginës të jetë një shembull i suksesit për të gjithë buqit dhe për të gjithë ne. Faleminderit.